Ky burri u kap me arbitrin e gabuar. Pasi i biri bërë një lëvizje të palejueshme, arbitri ndaloi ndeshjen dhe dënoi djalin. Por Jati nuk ishte dakord. Futet në fushë, shtyn arbitrin dhe rrezon për tokë. Arbitri çohet në këmbë dhe i kërkon njerëzishëm që të largohet nga fusha. Më vonë, ai do merret me babain e zemëror. Pas ndeshjes vjen policia, babai arrestohet. Pse? Sepse arbitri nuk ishte vetëm arbitër, por ishte edhe gjykatës, një njeri që e njeh ligjin dhe ka të drejtë të kërkojë drejtësinë. Shpesh edhe ne sillemi me Perëndin njësoj, me arrogancë, me zemrim, sikur ai nuk do të bëjë asgjë, sikur ai është thjesht një spektator. Por harrojmë një gjë, ai është edhe gjykatësi, ai e njeh të vërtetën, ai e njeh ligjin dhe ai do të vendos drejtësi ndikur. Vetëm sepse ai është i durueshëm, nuk do të thotë që ai do të heshë gjithmonë. Pyetje për ty. Po ti, cila është sjellja jote ndaj Perëndisë? Nënvlerësuese, mirënjohëse? Më shkruaj me poshtë. Zoti bekoft.